Ekzistojnë më sëmundje si zgjebja apo sëmundje të tjera të cilat kanë pasur një historik shumë vite më parë në Shqipëri. Po, zgjebja po, është e pranishme akoma, është shumë e pranishme madje. Shohim vazhdimisht pacient me zgjebje. Cilat janë hapot që duhet të ndjeki një pacient në momenti që konstatohet me këtë problematikë? Para duhet flasim me mjekun dermatolog, absolutisht, sa më shpejt jetë e mundur. Në qoftë se është një kruarje që me mjekimet që mund të japin farmaci ose mjeku familjes nuk kalon, duhet folur patjetër me mjekun dermatolog. Sidomos dhe në qoftë se përforcohet nga fakti që kruhen dhe të tjerë në familje, pra nuk kruhet vetëm një person. Pjesën tjetër pastaj sipas këshillimeve të mjekut, sepse edhe mjekimi nuk është i njëjtë për çdo person. Pra nuk mund të mjekojmë njësoj si një bebe edhe një person adult. Kështu që specifikat e aplikimit të kremrave ose në rastet e duhura dhe tabletave duhet patjetër folur me mjekun dermatolog, pa absolutisht nuk duhet neglizhuar në qoftë se ka kruarje që nuk ikën.